Tani do të shikojmë shenjat e horoskopit me astrologën vedike Afrodita Zaja që ju e doni pafund. Afrodita, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dashur, faleminderit për ftesën. Tani nisim direkt me shenjën e parë. Patjetër, atëherë të gjithë njerëzit e kanë marrë vesh një herë që kemi një eklips të fuqishëm në 12 dhjetor, pra nesër. Dhe do të themi dhe orarin këtu të eklipsit, nëse njerëzit duan ta marrin vesh, eklipsi zgjat nga ora 7 deri në 9 në mbrëmje, pra 2 orë. Dhe sipas astrologjisë vedike, përpara se të fillojmë me shenjat, ca këshilla një herë, domethënë ta di njerëzit çfarë është ky eklipsi. Atëherë vedikët pra nuk i këshillojnë njerëzit të dalin nga shtëpia në këtë orë, as të hahet, as të pihet. Dhe mirë që mos të lihen as ushqimet për jashta në këtë orë. Pra nga 7 deri në 9, 2 orë nuk janë shumë. Në këtë eklips kemi diellin, hënën, Jupiterin dhe Mërkurin, të gjithë janë pra në shenjën e Gafores. Dhe astrologjia vedike i tregon shumë të sakta, ndodh në një nakshatre që quhet Ashlesha, sipas astrologjisë vedike. Dhe simboli aty nëse mund kemi folur pak fare për këtë gjë, simboli pra është i gjarpërit. që në kupton dy gjëra. Helmimin, pra fjalët që mund të jenë helmuese që themi atë ditë, ushqimet duhet keni shumë kujdes, nuk duhet fare ngrënë gjatë orarit të eklipsit, as pirë, përveç njerëzve që kanë laçe ose bebat që duhet patjetër. Okay? Ata bëjnë për jashtë. Por ngjarpri do të simbolizojë ndërrimi i lëkurës, ndron lëkurën. Pra kemi transformime shumë të mëdha. Eklipsi do të thotë përfundon një gjë dhe më pas fillimi i një cikli. Por ngjarpri nuk kupton gjithashtu jo vetëm helmimin ose gjërat si thua të tilla, por simbolizon edhe zgjuarsinë. Dhe në praktikat shpirtërore kjo quhet kundalini ose hapja e çakrave nëse të dëgjuar. Pastrimi i çakrave, zgjimi i kundalinit, energji super inteligjente. Pra edhe këtë e përfaqëson energji eklipsi. Pra nuk është vetëm negative, në fakt është shumë pozitive për njerëzit që merren. Unë sigurisht i këshilloj të bëjnë meditim lotusoshën, të vinë te klasat falas online me mua që kanë dëshirë të thonë të mësojnë disa mantra në shqip. Sepse kur bëhet meditim në kohën e eklipsit është si thua 1000 herë më fuqishëm se sa kur bëhet në kohë të tjera, kur nuk ka eklips. Në rregull? Aq më tepër që është teoria aty që përfaqëson gurut, ligjet hynore të multiversit, diturinë hynore në këtë eklips, gjithashtu është Jupiteri dhe është shumë pozitiv. Pra, dy gjëra ka kryesore eklipsi, transformime të mëdha, domos për disa shenja si Virgjëresha dhe Gaformia, sekrete do të zbulohen në këtë eklips në mënyrë kolektive gjithë njerëzit botërisht, disa gjëra të thella mund të largohen nga jeta juaj, pra sekrete është energjia në kësaj në fakt. Ashlesha dhe eklipsi mund ketë përfundime, largime të energjive negative, dhe cilat fusha të jetës do të kenë këto sekrete ose transformime, do t'i zbulojmë për të gjitha shenjat. Atëherë, mund të fillojmë? Po, nisim. Në rregull? Okej. Atëherë ata që janë shenja e dashit, ose kanë ascendentin dashi, ose kanë shumë planetë të tyre në dash, diçka e madhe mund të ndryshojë në lidhje me vendbanimin e tyre. Dhe mund të zhvendosen ose mund të kenë një ndjesi dëshirë të fortë për të ndryshuar mënyrën se si shikojnë jetën dhe çfarë i bën ata të lumtur. Tregoni shumë të kujdesshëm dashët nesër, sidomos gjatë periudhës së eklipsit, dhe efektet e eklipsit me qira fjala janë 6 muaj pasi të ndodhi eklipsi. Nuk është se 2 orë dhe mbaroi gjithçka, në rregull? Dashët duhet të kenë shumë kujdes me ulje ngritje emocionale dhe sidomos me pjesëtarët e familjes, ndonjë sekret, des çfarë thoni, dhe çfarë zbuloni në shtëpi brenda ose në planimin tuaj. Okay? Këto e kanë dashët të tepër. Atëherë marrim shenjat e tjera, pra ku të zbulojnë sekretet ose ku duhet kemi shumë kujdes se çfarë themi në cilat fusha të jetës. Ata që janë ashtu Demi.
Mund të kenë një ngarkesë emocionale me vëllezërit ose motrat fëmijët miq të afërt. Gjithashtu, duhet të tregojnë shumë të kujdesshëm dhe nëse kanë distanca të shkurtra, udhëtime në distanca të shkurtra, sidomos pra nesër gjatë eklipsit mirë është mos të dilni fare për jashtë. E kupton Klea pse nuk është mirë që të dalim për jashtë ose pse nuk duhet ngrënë ose kjo energjia e elmimit se thua gjatë eklipsit sepse nesër quhet eklipsi fillor dhe astrologjia perëndimore nuk e sqaron dot, astrologjia vedike e sqaron. Përpara diellit do të mbulohet nga një planet hije që quhet Ketu. Si Është një quhet? planet Ketu quhet, K-E-T-U. Ketu. Ketu. Dhe ky planeti do ta mbuloj diellin dhe quhet, si thua, do ta haj diellin. Ngrënia e diellit ose vdekja e diellit dhe pastaj dielli përsëri vjen, pra quhet rilindja. Prandaj gjatë eklipsit nuk është mirë që rrezet kur dielli mbulohet, këto rrezet nuk është mirë të vinë te ushqimi jon, nuk është mirë as tek gjërat që pim, nuk është mirë fare të lënë ushqim jashtë në fakt. Futini në dollap ose diçka tjetër. Kështu bënin njerëzit në kohë të kaluara. Atëre tek demët, pra kujdes me marrëdhëniet me vëllezërit, motrat, debate, këto gjërat, ose më të edhe gjëra sekrete në lidhje me to. I këshillohen energjia e duarve shumë e mirë nëse luajnë një instrument ose diçka muzike, duart mund t'i përdorin. Ose fillime dhe të reja me marketing me këto gjërat, është pozitive në fakt nesër për ta. Është dhe shtëpia e guximit. Pra kjo është më tepër për demët. Binjakët. Okej? Atëherë për binjakët, trazira emocionale transformohet në lidhje me familjen tuaj, por do t'i përket edhe zërit. Fillime me butësi, me familjarët, do ketë gjithashtu fillime të reja me financat, pra ushqimin, dieta. Gjatë gjithë këtyre gjashtë, si thua, fillon nesër të energji, keni mundësi për të ndryshuar dietën. Sigurisht, dieta e balancuar, hënore dhe diellore që më rekomandoj, pra është vegetarizmi, domethënë mos ngrënia e mishit, sidomos gjatë eklipsit. Nga ora 7 deri në 9, as mish as gjë, as gjëra alkolike. Sidomos juve binjakët, sepse energjia e ushqimit do t'i preki më tepër. Fjala dhe zëri juaj do t'janë të fuqishëm. Tregoni të kujdesshëm çfarë flisni, sidomos me gjëra publike. Ty Klea nuk të kemi binjakët? Binjakët. Binjakët edhe unë duhet të kem kujdes domethënë kur të flas. Gjërat publike pak më me kujdes nesër sidomos, sepse mund të ketë përsoja që përket 6 muajve. Duhet të jem shumë. Atëherë ascendenti Gafore? Gafora. Gaforia preket më shumë sepse eklipsi do të ndodhë në Gafore. Dhe personaliteti i tyre, në fakt trupi fizik, gjëra ndryshime, transformime nesër, do të zbulojnë më qartë se domethënë kush jam unë, do të pyetja dhe cili është qëllimi i tyre. Mirë është për gaforët absolutisht të bëjnë meditim lotusoshen, dhe nëse nuk e dinë çfarë janë dhe nuk e kanë ardhur ndonjë placat e mia, të paktën aty ku janë në shtëpi mund të thonë. Me tru pak më drejt dhe duart përpara me lulen e lotusit, të thonë unë jam një qenie, unë i dua vetet mirën, ose unë i dua qenies të mirë, ta përsërisin një 10 herë, 20 herë këtë me zë. Është shumë e fuqishme dhe pozitive për to. Kjo është një tip lutjeje apo meditimi apo manifestimi? Me mantrat që thuhen nga qendra e gojës kanë bërë në shqip, për ne shqiptarët, ka me efekt pozitiv dhe duhet thuash diçka që është e vërtet në të gjitha kohrat. Ti je një qenie, ekziston. Nuk po them ti je Klea, ti je Afrodita, ti je, nuk po themi emra dhe epitete, po thjesht unë jam një qenie. Ekzistoj dhe dua që qenia ime të jetë mirë. E kuptojmë? Ta thuash që sidomos në gjatë eklipsit është shumë pozitive. Çdo kush mund ta thotë sepse çdo njeri ka zë dhe njerëzit e përdorin zërin dhe gojën gjithë ditën, apo jo të paktën ta përdorin një herë për veten tyre. Atëherë gaforët do të preken më shumë, tregojnë të kujdesshëm dhe të butë me veten.
Dhe dielli që mbulohet nesër gjatë këtyre 2 orëve dhe nuk do shihet shkëmbimi që fjala, në 7:41 është kulmi i eklipsit. Kur të ndodhi eklipsi, sistemeve gaforet, pra energjia e diellit përjashta mbulohet, por ajo që është pozitive është energjia diellore, si thua, solar plexus, chakrat ose këto gjërat, pra energjia nga brenda, drita nga brenda, ndriçohet. Por sigurisht pa bërë meditim ose qëndërzimin e trupit nuk mund të kenë efekte pozitive dhe nëse nuk e përdorin dhe zërin për veten e tyre. Okej? Po. Nuk kenë ngritje ulje emocionale, gaforet shumë nesër. Tregoni të balancuar. Luani. Vazhdojmë? Po, luani. Luani, sekrete luani. Duhet kenë shumë kujdes. Sa sekrete mund të zbulohen, sepse eklipsi ndodh tek shtëpia 12, astrologjike e tyre, që do thotë gjëra të fshehta që nuk i dinin më përpara, mund të zbulohen sekrete shumë të thella. Njerëzit që nuk kanë qenë të sinqert me ju mund të demaskohen. Por edhe sekretet e juaja mund të dalin në sipërfaqe. Balans nesër luanët. Të tregojnë të kujdesshëm, sidomos në lidhje me njerëzit të huaj, ose që janë jashtë shtetit pra jo shqiptarët. Ato mund të kenë pengesa ose gjëra të tilla. Është shumë e mirë sigurisht edhe për ta për të ketë balans më tepër, qëndërzimi për sëritja e mantrave. Okej? Virgjëresha. Ata që janë ascendent virgjëresha. Mund të ketë situata emocionale me miqtë e tyre, rrethit shoqëror, disa miqësi mund të prishen ose mund të përfundojnë, nëse nuk ju shërbejnë më. Pra, sekretet mund të dalin në rrjetet sociale, ose diçka që ti prek ty mund të shkaktojë janë virgjëresha. Kenë shumë kujdes të mos shkruajnë gjëra kot në kot, mos nesër, ose të bëjnë video kot në kot, të më thënë kujdes nesër. Do t'i preket pra rrjetet social. Kjo është tek virgjëresha. Në rregull? Po. Peshorja, peshorja, fusha e sekreteve që do të dalin tek këto, si thuaç, ose gjërat që do të tunden pak thuaç, është në karrierë. Të tregojnë peshorët, pra ata që janë ascendent peshore, shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet me kolegët, me bosin, ato shefin sidomos, mund të ketë pak stres, trazira emocionale, thjesht lëreni të kalojnë. Mund të dalin në sipërfaqe sekret që lidhen me punën, profesionin dhe me mënyrën se si kolegët sillen me ju. Më pas mund të kenë pra ndryshime në aspektin profesional. Dhe në fakt pasojat janë për 6 muaj që do derisa të fillojë eklipsi tjetër diellor. Dhe me qëra fjala pas 2 javësh në 28 gusht, në 28 gusht kemi një eklips tjetër që është hënor. Pra eklipsi hënor dhe diellor ndodhin 2 javë. Që do të jemi sërish besoj në lidhje për të parashikuar këtë eklips dhe ndikimin e shenjave. Dhe gjërat që prekin, domethënë, gjithë ascendentën, siç e shikon, janë në fusha të ndryshme të jetës. Dhe sa më shumë japim dituri të saktë, pra astrologjia vedike është shumë e saktë. Ascendenti Akrepi. Mund të zbulojnë rrugën e tyre shpirtërore, të ndryshojnë besimet, është një proces emocional që lidhet me edhe me babain e tyre, babain autoritetet, gurut mësuesit. Okej, duhet kenë kujdes çfarë thonë me ta, mos nesër, respektin ndaj gurut ose të gjërat është gjithmonë pozitive. Ata që studiojnë është e mirë për ta të studiojnë gjëra domethënë ato shkollë ose gjëra të tilla, kurse gjëja më e mirë që mund të bëjë ascendenti Akrep është pra të mësoj ligjet hyjnore të multiversit. Është gjëja më e mirë për sosë për Akrepët. Ligjet hyjnore të multiversit ne i bëjmë mantra tek meditimi lotusoshëm. Për shembull, asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Mirë është ta thonë Akrepët këtë. Nesër, domethënë kur ti me 12 gusht.
sepse nuk e di kur do ta tregoni këtë videon, okay? Ndoshta është nesër. Ascendenti shigjetar. Me shigjetarin. Shigjetari, edhe shtëpia e shigjetari, do të thënë tek aspekti vetike, ulje ngritje emocionale për ta nesër, sepse mund të jetë një periudhë goxha sfiduese për ta. Shigjetarët janë shumë të prekur, duhet kenë shumë kujdes, patjetër balans. Unë jam një qenie që dua balans. Mund ta thonë si mantra, nëse duan pra të në një gjendje balancuese emocionale. Por nga ana pozitive, në fakt shigjetarët mund të kenë para të papritura, pra para që vijnë nga të tjerët. Kështu që ndoshta në një lajm të mirë mund të shkruaj koment ata që i realizohet dhe të manifestohet kjo gjë. Por përpara se të kenë këtë gjërat e parave, shigjetarët do të kenë pra një pastrim. Mund të përjetojnë ankth, shqetësime, situata shumë stresuese. Dhe sekretet dalin në sipërfaqe. Këto sekrete nuk lidhen sigurisht me marrëdhëniet tuaja me veten, por edhe me njerëzit e tjerë. Duhet kenë pra shumë kujdes. Si gjithmonë, meditimi, lotus motion, përsëritja e mantrave është shumë e dobishme. Britsjapët. Pritjapë. Fusha në cilën britsjapët do të preket në këtë eklips është partnerja, marrëdhënia. Mund të ketë pra emocione, lëkundje, nesër pozizione me partnerin, domosdoshmë eklipsit, ta dini pse nga vinë komentimet ose gjërat, por mund të ketë sekrete që zbulohen në marrëdhënie. Ndonjëherë disa gjëra jo të hijshme, ndoshta. Sido që të jetë mundësi për një partner të ri gjithashtu ose për fillimin e partneriteteve të reja është e mundur gjatë këtyre 6 muajve. Për britsjapët. Po. Pra, lëkundje emocionale tek marrëdhëniet. Keni kujdes aty, domethënë njerëzit që janë të martuar ose kanë partnerë, domethënë në kuptimin më të butë nesër. Me kujdes, mos të zbulohet edhe një sekret. Ua. Sekret ndoshta i mirë, ndoshta jo i mirë. Ujori, ngarkesë emocionale lidhe me shëndetin ose punën e përditshme, gjërat që bën për ditë. Mund të keni pak dëshime, pak pengesa, pak sfida, dhe mund të zbulojnë gjërat të vështira për shëndetin e tyre, gjithashtu mundet. Varet sigurisht, është ndryshme për gjithë ujorët dhe varet nga planetet e tyre ku janë pozicionuar, sepse çdo njeri është unik. Rregull? Pra varet nga shumë gjëra të tjera. Por mund të zgjidhen dhe probleme shëndetësore. Në fakt. Eklipsi pra ndodh gjithashtu një hënë të re në 12 gusht dhe përfaqëson fillime të reja. Kjo është më tepër për ujorët shëndeti, të bëjnë i këshilloj meditimin lotus motion në kuptimin ku bëj seanca falas online, WhatsApp, të mësojnë të paktën qëndërzimin e trupit dhe se si balans të ketë shëndet të mirë fizik, mendor dhe shpirtëror, sepse janë të lidhura të treja. Marrim shenjën e fundit? Pa. Peshqit. Eklipsi do ndodhi në shpinën astrologjike, krijimtaria shumë e mirë, marrëdhënia me ata që kanë fëmijët dhe njerëzit që janë të sapo dashuruar ose marrëdhëniet romantike mund të preken të lëkunden pak. Nuk rekomandojnë ata që janë në peshq të lidhen nesër marrëdhënie të re. Që duhet sipas astrologjisë fizike, pra mund të ketë luhatje emocionale në marrëdhënie me fëmijët ose dhe me partneritetet romantike. Kjo është fusha në cilën ata do mund të lëkunden pak. Në rregull? Megjithatë, ky eklipsi diellor ndodh në një hënë të re. Në 12 gusht kemi edhe një hënë të re. Në këtë nakshatra Ashtesha është gjithashtu një kapitull pra i ri për peshqit. Në rregull, këto ishin më tepër. Të falenderoj shumë, por unë doja të di se kush do jetë shenja më me fat në dashuri. Shenja më me fat në dashuri nesër më mirë nuk ka asnjë shenjë fat, vetëm ata që tash që mund të kenë fitime dhe
para nga burri ose gruaja. Kjo është vetëm pozitive që thash, por në përgjithësi nuk është mirë që të bëjmë gjëra të reja gjatë momentit të eklipsit. Sido që të jetë, më e favorizuara ujori, zgjidhje për shëndetin, problemet e vjetra, virgjëresha, mundësi financiare, siç e thash, ndoshta dhe realizim dëshirash deri diku, peshorja në karrierë, ndryshime. Okej? Kurse shëndetari, Luani, pra Luani është shumë ndikuar sepse me këto kujdes, streset dhe ndryshimet e papritura, gaforja, ngritje, ulje emocionale, goxha të rënda. Në rregull? Këto ishin më të Afërdita, të falenderoj shumë, bashkë do të shihemi sërish, por jo vetëm për të parë shenjat e horoskopit, por edhe për të ditur pak më shumë se si të qetësojmë shpirtin, si të manifestojmë dhe si të meditojmë. Është kënaqësi që të kam gjithmonë në studio dhe do jesh gjithmonë e mirëpritur për të dhënë informacionet e tua shumë të sakta dhe të sigurta që njerëzit i besojnë dhe të duan ty dhe ato gjëra që thua ti. Falenderoj shumë. Ja, pra kështu erdhi fundi i programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.